2 lloj picash në një tepsi. Hejo njerëz të bukur se jeni si po kaloni. Siç e pata, u tregova brumin se si bëhet për pica, e kam çuar te video e parë, edhe këtë salsën që del shumë e mirë, u tregova prapë në videon tjetër. Edhe tani siç do shikoni, do bëjnë gjysmën e picës, pothuajse gjysmën do ta bëjnë me sallam, me djathë, me domate, çfarë i pëlqen djalit. Edhe gjysmën tjetër do t'i hedhin të gjitha këto gjërat që janë vegan, edhe djathi është vegan, ndaj po e them që është vegan. Edhe tani i hodhi nga lart speca, ullinjë, kërpudha, domate, të gjitha këto gjërat që nuk para i pëlqejnë fëmijët, po që pëlqejnë sallamrat e kështu, edhe siç shikoni, në një tepsi bëri 2 lloj picash. Është e tepër të them që doli shumë e shijshme. Me sa më tha motra se unë nuk e provova, po më tha që del e shkëlqyeshme. Do ta provoj edhe unë një nga këto ditë, se më pëlqen shumë. Edhe kuptohet që di se ça, se e ke bër vetë në shtëpi. Shikoni sa mirë që doli. Po ç'më bëre tani. Kështu që thon. Ciao, të kaloni një ditë të bukur.